Bashkëvendas Medvegjas, sot jam në Medvegj, pikërisht në xhamin e Sjarinës, ku shoqata humanitare në këtë vit I boni 2 projekte. Njëri projekt është I qatis të Bilal Jas, edhe projekti I dytë është xhamia e Sjarinës, ku do t'i ndërtojmë 2 shkollë. Kurse sot ndërkohë e bëm edhe një vizitë në shkollat Boj Sjarinës dhe në Tupol, ku aty çdo vit I shpërndajmë dhuratat për nxënësit e shkollës. Këto 2 projekte kanë vlerën prej 11.000 eurove, 11.500 euro, domethënë 7.500 euro është bërë projekti I shtypisë Bilal Jas, kurse projekti xhamisë këtu me 3.000 euro. Edhe kemi edhe disa projekte që I kemi pasur ndërkohë mbrana vitit. Pra në këtë fund vitit, në komunën e Medvegj, nga shoqata humanitare Medvegja, u ndihmua popullata shqiptare me 13.000 euro. Domethënë me 2 projekte edhe nxënësit e shkollës me dhurata. 7.500 euro është projekti I shtypisë Bilal Jas, edhe 3.000 euro është ndërtimi I shkollëve të xhamisë, edhe prafërsisht dikon 1.500 euro janë dhuratat e nxënësve të shkollës të mesme dhe fillore. Tu nga Medvegja, gjithë medvegjasve ju uroj festat e fund vitit, edhe e kam një lutje për të gjithë, të mobilizohemi dhe s'pak të ndihmojmë këtë vend, se me të vërtet ka nevojë. Edhe një herë me respekt nga unë kryetari I shoqatës Zëmer Hajrullahu.